sa do të përpiqemi ne ta ngrem apo ta ulim, secili në fund fare, domethënë historia ka një penel shumë të veçantë që Pa ka të udhëheqës pavarur aktualisht dhe shiko, du të ndajmë misionarët nga funksionarët. Periudha për cilën po flasim, kryesisht historia i ka diktuar të jenë misionar. Pra, gjithë figurat që përmendëm në një farë mënyrë ishin misionar dhe pastaj filloi periudha e funksionarëve. Për shembull në Kosovë, periudha e funksionarëve filloi në vitet 2008-2009 dhe pikërisht filloi të ciceroi dhe akuza për korrupsion. Pra, figurat që edhe kishin luftuar filluan të etiketohen edhe si persona që janë të përfshirë në korrupsion, sepse u bën funksionar. Edhe tani që flasim në Kosovë, sigurisht që ka një bjerrje të profilit të lartë politik, ka shumë politizim, pak politik, e gjitha është, si thush, ka një tendencë për ta konverguar vetëm tek artikulimit, aftësia artikuluese e retorika e Albin Kurtit, të cilin shpeshherë edhe e proklamojnë si një ideolog. Unë kam patur një marrëdhënie shumë të mirë me zotin Kurti, mund them që të gjitha shkrimet e tij derisa ka ardhur në pushtet i ka dërguar dhe i kompletzuar, është njëri i mençur, është vërtet një politikan që meriton të jetë figurë publike edhe udhëheqës, pse jo, por në anën tjetër sigurisht që nuk ndajme të njëjtat sjellje dhe qasje që ka për funksionimin e demokracisë, për marrëdhëniet transatlantike dhe për menaxhimin e pushtetit dhe kuptueshmërinë e krizës në Kosovë dhe çfarë është Kosova në fakt. Albin Kurti e ka vendosur veten ose e ka mbivendosur në një shtet ideal në të cilin çdo gjë është normale dhe ai mund të qeverisë, mund të ketë pushtet absolut. Në fakt, Kosova ka disa probleme dhe ju përmendet librin tim që kam botuar, ku unë shpreh brengosjen time që Kosova ende nuk e ka të përmbyllur statusin e sovranitetit të saj. Është e siguruar në aspektin e integritetit territorial, por nuk është funksionale në plotësinë e vet të sovranizmit dhe fakti që disa vendime merren bazuar në 1244 ende sot, hapësira ajrore e Kosovës, pra qielli i Kosovës sot nuk është si toka e Kosovës. Pra, pyetja që bëj unë sot këtu nga kjo studio për shumë njerëz në Prishtinë është a është sovran qielli i Kosovës, siç është toka? Pra, duhet që t'i vënë gishtin kokës dhe të kuptojnë se jo çdo lloj manovre politike i shkon një vendi si Kosova. Pikërisht zoti Çejku, kemi një situatë paradoksale ku zoti Kurti ka rreth 2 vjet që qeveris pa mandat, se ai nuk ka shumicën absolute për të krijuar qeveri vetëm dhe pa qenë i kushtozuar, si në rasti konkret për votimin e presidentit nga partitë tjera. Nga ana tjetër, kjo lloj qeverisje mos ndoshta është komode për zotin Kurti, sepse na një anë shmang marrëdhënien tensionuar që ai ka pasur me Shtetet Bashkuara të Amerikës, heq, domethënë apo kënaq elektoratin e vet duke mos kërkuar, duke shtyr në kalendat greke i themi çështjen e asociacionit, që është depatatja e nxehtë e marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër nuk kemi asnjë përparim, siç e thatë dhe ju, të Kosovës në drejtim të njohjeve të reja ndërkombëtare, e përjashtim të rasteve shumë të veçanta, apo të zhbllokim të futjes së Kosovës në institucionet ndërkombëtare, duke filluar nga UNESCO, duke përfunduar në NATO dhe OKB. Pra, a është kjo në dëm të Kosovës funditës për mos përmendur fondet që ka humbur gjatë kësaj nga Bashkimi Evropian, apo mungesa e liberalizimit vizave etj, më pas statusit kandidate etj, të cilat natyrisht nuk janë në ndihmë të shoqërisë së Kosovës dhe të popullit atij. Gjitha kjo që e konstatove në fakt është drama e zhvillimit. Zoti Kurti natyrisht nuk e ndjen të nevojshme që të jetë një udhëheqës demokratik dhe që çdo gjë të nënshtrohet rregullit. Mjafton të ketë pushtetin dhe e ka projektuar lojën të tillë që të ketë pushtet, nuk ka rëndësi se sa legjitim. E rëndësishme është të jetë në krye të shtetit dhe të pushtetit. Nuk duhet të kemi iluzione, ju jeni shumë më jaftë në këtë fushë që përsa përket koncepteve të funksionimit të demokracisë. Unë nuk di ndonjë shembull që ndonjë personalitet ta doj demokracinë aq shumë sa edhe institucionet përreth t'i vendos në lëvizje që për hir të demokracisë edhe ai vetë bashkë me institucionet të sakrifikojnë.
po them që edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne shpeshherë marrim si modelin e demokracisë, nëse nuk do të ishin institucionet dhe kufit kushtetues, nuk do çdo lloj politikani ndoshta mund të dilte jashtë kontrollit. Po Kosovën e kemi marrë si shembull pozitiv në raport me Shqipërinë në Kurse detyrim për ta institucioneve. marrë në antitezë, Putini mund të jetë shumë demokrat në shpirt, mund të ketë shumë artikulime demokratike, por mënyra se si funksionojnë institucionet në Rusi, kontrolli mbi institucionet, gjitha këto, atë bëjnë një shtet me një autokraci gati feudale. Prandaj edhe Kosova, tendenca për të zhbërë institucionet, tendenca për të vendosur kontroll mbi institucionet, tendenca për të nëpërkëmbur rolin e parlamentit, rolin e opozitës, rolin e opinionit publik, gjitha këto e nxjerrin shumë më keq figurën e Zotit Kurti. Pra, nuk është thjesht gjesti dhe loja politike që bën, por tendenca për ta minimizuar gjithë rolin e institucioneve të tjera dhe për të vendosur në qendër personazhin e tij. Po opozita, zoti Qeku, ka faj në këtë mes që nuk ka arritur të krijojë një sintezë, s'po themi mendimi, po të paktën veprimi, apo të arriti imponohet Zotit Kurti duke për shembull mund dilni me kandidat për president të tyre, që të ishte përbashkues mes. Erdhe në një shteg shumë interesant, sepse kjo ndoshta do pak edhe më shumë interpretim dhe përfshirje të personazheve të tjera në dhe jashtë Kosovës.